Shiko, këto ditë mua më kanë ardhur shpesh paralele në kokë midis asaj që ka ndodhur në dhjetor të vitit 90 në Shqipëri dhe asaj që po ndodh sot. Edhe në vitin 1990, arsyeja që i nxori studentët nga fjetoret e tyre në sheshin qendror të qytetit Studenti ishte një gjë në dukje banale, një generator, një transformator, më saktë, kërkoj ndjes, transformator tensioni që ishte prishur dhe kishte lënë pa dritë disa ndërtesa, pa energji, pa rrymë. Por nuk mund të thuaj se ishte kjo që i nxori studentët. Sepse brenda 48 orëve në atë shesh u artikuluar kërkesa për të pasur një parti tjetër. Në Shqipëri do të thoshte fillimi i pluralizmit. Fillimi i pluralizmit do të thoshte përmbysje e regjimit komunist, i cili ishte ndërtuar mbi rolin udhëheqës të një partie të vetme. Edhe në këtë protestë, gjërat po tregojnë se zemrimi është i akumuluar prej shumë kohësh dhe është i akumuluar jo thjesht me qeverinë, por me klasën politike. Jo rastësisht Berisha është po aq i sulmuar nga protestuesit në shesh, pothuajse sa ç'është edhe Rama. A është revolucion? Këtë nuk e di mende. E mira do ishte të ishte revolucion, që do të thotë të ketë një përmbysje të këtij regjimi dhe ndërtim të një regjimi të ri demokratik, që mbron interesat e shqiptarëve dhe punon për prosperitetin e shqiptarëve. A do të ndodh, nuk e dim akoma, që është rezistencë. Rezistenca është e qartë. Njerëzit nuk e duan më këto lloj sjellje të qeverisë, servili ndaj qeverive të huaja apo oligarkëve, miliardarëve të huaj, ndërkohë që është e rrept, brutale, vulgare, intolerante me qytetarin e vet. Vetë deklaratat e Ramës në gjatë kësaj jave që edhe sikur 500.000 të dalin projekti do të bëhet, tregojnë vullnetin e tij prej diktatori për të vazhduar me shtypjen e të drejtave të shqiptarëve. Çdo të thotë edhe 500.000 po të dalin. Nëse kanë dalë 500.000 ka dalë Shqipëria.